emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje të nderuar shikues kudo që na ndjeqni këtu në Kosovë, rajon e Mërgat. Natyrisht jemi në këtë program special në kohë reale dhe është një ngatrim i memorizuar, meqense cila përshëndetje imja në emisione është mbrëma, ju kërkoj ndjes. Do të jemi live në këtë program special për të përcjellur një epizod tjetër dramatik në seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës, në vazhdimin e saj, në tentimin e tetë që të konstituohet Kuvendi. Aktualisht situata është lehtë e parashikueshme. Kandidatja e propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje, Albulena Haxhiu, është thënë se nuk do të përkrahet, nuk do të ketë votat as të PDK-s, as të LDK-s, as të AK-s e të nismës rrjedhimisht, pritet që të konfirmohet pa ajo votë që kishte në seancat e kaluara, numri i votave ishte 57 që kishte marrë zonja Haxhiu. Ne tërkohën jemi live, do të kemi këtë seancë 5 minuta, 10 minuta sa zgjat atë për të shkaktuar mbase tash edhe një tallje me publikun, por ja kështu e kam bërë punën politikanët që rrënët e konflikteve tyre nga historia kosën e cila duhet ta vërejmë edhe sot, siç e kemi thënë edhe këtu në studio në mënyrë sistematike me analistët. Rrënët e problemit janë nga koha e vlanë, nga viti 2014 dhe që nga ajo kohë duket se ka humbur mirëbesimi, besimi është i luhatur, i shpartalluar, i fundosur midis secilit me secilin. Secili me secilin duket që ka bërë intriga, duke mos mbajtur fjalën thuajse për asgjë, dhe jemi në situatën ku dialogu politik tashme, jo që nuk është në horizont, por është i arkivuar atje thellë në memorien e përplasjeve politike që kam vijuar nga viti 2014. Ta kemi drejt për drejt seancën e Kuvendit të paralemruar të mbahet vimi i saj në ora 10, sikurse dhe paraqitjet e deputetëve, qoftë para se të hyjë në Kuvend apo brenda Kuvendit në foltorën që tashmë është bërë simbolike një ore paraqitjes së secilit deputet, kryetarëve të partive politike, po në Kuvend kanë statusin e deputetit. Prezantoj musafirët në studio, pa humbur kohë. Gazetaren Valentina Ameti, kolege këtu në TV Arbëria. Faleminderit Valentina. Mirë se gjeta rriti, mirëmëngjesi, edhe shumë faleminderit që sot po e ndojmë bashkë këtë. Mos them këtë ditë veçantë sepse s'është bëa veçantë, tashmë është bëa rutinë diçka që po përsëritet. Episodi 8. Fiks, sikur ato serialet dashuri e humbur, e pritur, e fituar, të shohim se çish do të përfundoj, po faleminderit shumë, sot do të kemi një diskutim, një kënaqësi kështu të bashkëbisedimit. Kolegu juaj përballë analisti, Afrim Kasulli, dhe afër meje i kontributor aktiv në këtë studio, lirishmi me thonë me analiza mjaft, do me thonë se pjesë nga ato analiza dhe i citova në hyrje të emisionit. Faleminderit, është I përbërësova gati si të mija. Me rëndësi është masivizohen publikisht, kjo është motivi mbase i këtij kontributi. Faleminderit edhe një herë për ftesën e për këtë bashkëbisedim. Në ato që siç e thatë edhe ju, tashmë është bërë seri. Është bërë e njëjta seri, po epizodi dështimeve të tentimit 8, është epizodi 8, por jemi brenda një seriali të programuar me të njëjtit regjizorë, me të njëjtit aktor, që ende nuk po duket që tymi bardh do të del mbi konklavën e Kuvendit të Kosovës. Nuk e di kur do të del figurativisht, po them. Figurativisht edhe unë. Tymi i bardh. Por duket që kjo situatë po shkakton molisje përfundimisht kolektive, parë dhe nga reagimet në rrjetet sociale. Në regji kemi kontributor profesionist atje, Ermalin dhe Valajazen, që kujdesen në çdo kohë të ndryruar shikues në kohë reale të na japin informacione jashtë Kuvendit, brenda Kuvendit, me qëndrimet që mbajnë deputetët me gjas të përsëritura për ngërçin dhe kolapsin politik që sot e ka Kosova. Valentina, ti ke raportuar në background dhe ke përcjell tërkohën
Po. Qa me thonë, jo vetëm këtë zhvillim do me thonë së politik, po edhe të tjera këto në të verbi. Të duket e zakon këtë situatë? Apo një ngjarje e paralemruar e ditur? A di qysh ridi, unë për këti pozicionit, po them, a thu qysh kështë e mund muni personalisht zonja Haxhiu në këtë rast Albulena, sepse na që raportojmë, mandej liçi kalon në zakonshmëri, po bëhet mos them. Për gjykatën speciale, për zajednicën, a mënoj që do të më konë vlerë e shtume dhe arsye shtesë për me votu ato, po jo me kundërshtu. Për shkak se kjo po i bjen që opozita po thotë nuk e dojmë, ose nën vetdije po thonë që një gru që është e zhurmshme edhe që është e rrep në qëndrimit e soja na nuk e pranojmë. Po besoj kjo është një mizogjeni e heshtun që pju del në ndërdije, edhe po besoj që ata duhet me reflektu sot me votu për me zhblloku institucionin e kuvendit, edhe pastaj vazhdojmë të afatët që fillojnë të rrjedhin edhe të zgjedhja e qeverisë. Nuk është konjufca opsion, pse nuk është propozuar sërish, nuk keni kënaqur si parti me punën e tij në si kuvendit? Jo vetëm ne, po besoj që qytetarët e Republikës jemi jashtëzakonisht të kënaqur me zonin Konjufca, po propozimi ynë kësaj radhe ka qenë zonja Albulena Haxhiu në konsultim me gjithë deputetët përfshirë zotin Konjufca. Që falenderit shumë. Presim që do të zgjasë kjo përsëritja e vazhdueshme çdo. Përbesu i dhash argumentet e mia. Kjo nuk do të më zgjat për shkak se kuvendi edhe një herë po e them. Kuvendi i takon 3 subjekteve, kryesia e kuvendit i takon 3 subjekteve politike, më të mëdha fituese dhe 2 përfaqësuesve të komuniteteve. Edhe është një trup kolegjial që bën administrimin e punës së kuvendit. Nuk ka asnjë fuqi ekzekutive. Prandaj është komplet e paarsyeshme mos më votu. Po më thon nuk e votojmë Albulenën, atëherë është një farë seksizmi i brendshëm i heshtën e tyre që po thonë s'pedojnë një gru që është e fortë dhe e rrep në qëndrime, po pedojnë çka? Një gru të heshtën që s'flet. Po besoj që kush janë gratë heshtura, se janë 2 propozime. Po jo nuk ka gratë të heshtura, s'duhet me pas gratë të heshtura, s'duhet më kon tema ç'kjo. Këto po e thot opozita, deputet të opozitës që thonë nuk na pëlqen Albulena Haxhiu për shkak të qëndrimeve që i ka. E na kemi edhe gazetore vojza dhe gro këtu që nuk po besoj që duhet me pranu këtë argument të tyre. Këtë po them. Momenti kur janë ofruar si mundësi për votë edhe 2 gra tjera. Po nuk ju takon atyre me propozu gra tjera. Na kemi propozuar, po jo, unë po them, nuk ka qëndron arsyetimi i refuzimit të tyre. Pse duhet më refuzuar Albulena Haxhiu? Ma jepni një arsye të vetme nëse dikush që dikush ka. Po veç kuptoja që atëherë ka qenë tjetër lojë. Atëherë rregullat e lojës kanë qenë që nuk i ka taku fituesit. Nuk i ka jo, kushtetuesja ka përcaktuar. Kushtetuesja pas kësoj, pas ponit ka thonë i takon fituesit. Tash janë rregullat e lojës që na takon neve, edhe na kemi propozuar zonjën Haxhiu, nëse dikush e ka një arsye të vetme mos më votu zonën Haxhiu, më ma tregoni, por kjo s'ka, kështu që po besoj mjafton. Nuk po duhet të bëj debat më shumë se mendoj që do të më prit epilogun e seancës së sotme, megjithatë faleminderit shumë. Kalofshim. Ishte në kohë reale Dima Albasha, deputeti vetëvendosës, se quajti mizogjeni, seksizëm, refuzimin e zonës Haxhiu në esencë. PDK, LDK dhe AK, propozimin e Haxhiut e shohin si ultimatum, si detyrë pa shtekdalje, si mesazh të VV-s se nuk keni çare pa e votu zonën Haxhiu politikisht. Ose keni për ta votuar këtë, ose nuk ka zgjidhje tjetër. Ndërkohë, po këto parti oponent politik po thonë se vetëvendosja i ka 48 deputet dhe në funksion të tejkalimit të blokadës politike mund propozoj dhe deputet të tjerë, gjë që nuk po e bën aktualisht zoti Kurti. Si e shihni ju zgjidhjen? Ridi, e para, unë mbaj mend Albulena Haxhiu në farforme është rritë në kuvend, mos të më kështu bukfalisht, sepse prej kohës kur angazhimi i saj politik dhe gjitha ajo revolta, ma herët zotëri u quajti që pse nuk pedoj një femën të fortë, të qëndrueshme ose në një farforme me karakter shumë të ashpër. Albulena është rritë në kuvend realisht. Më kujtohet në kohën kur ka shprehur revolt, duke gjuajtur vezë, duke një di me diskutimet që ka pasur edhe me personat të tjerë të partive. Dhe sido që tjetë ajo duhet bëhet një zgjidhje sepse është bërë e tepërt. Nga PDK, LDK, në deklaratat e mbrëmshme publike, deputet e tyre thonë nuk e votojmë këtë zgjidhje që në mënyrë ultimative po na vjen nga
vetëvendosje. Ajo ka për detyrë si partia e parë të nisë dialogun politik, të gjejë zgjidhje politike për ta konstituar kuvendit, duke qenë se vetëvendosja asnjëherë nuk i kishte votuar kryetarët e kuvendeve të tjera, por i takon partisë së parë të, si më thonë, të mirë mbaj, zhvilloj, të nisë dialogun politik. Unë mendoj që duhet të përfundoj njëherë për gjithmonë kjo ridi, sepse edhe vetë Kasolli ka thënë edhe më herët dhe është deklaruar që edhe lidhja ndërkombëtare e do një gjë të tillë, duhet të përfundoj kjo procedurë, sepse tashmë është bërë edhe jo e mirë për drejtën e tyre brenda llojit këtë rast brenda lëvizjes vetëvendosjeve të Francës. Që kur bësh ata angarsojnë që për një kërkesë të tillë që në llojit në përcjell ëndra, vendosin për një gjë të tillë dhe kontribuojnë në Kosovës edhe në parash. Qa nëse votohet prapë, a do të ketë një propozim të rinj nga vetëvendosjes apo si do të votohet? Propozimi mbledhet i njëjtë dhe unë nuk besoj që është në interes të Kosovës që të vazhdojnë të institucioneve të Kosovës. Sa më shpejt që opozita bindet se është e drejtë ekskluzive e lëvizjes të vendosjes së të kandidatëve të referendumit, ne do të kemi situatë se Keni biseduar për gjatë këtyre 48 me partitë e tjera për zhvillimin e situatë. Ne biseduar asnjëherë është pjesë e diskutimit është edhe komunikim që ne do të bëjmë Komunikim ndërmjetëse. Me rëndësi që mesazhet në përshur dhe besoj që opozita ka mundësi sa të prapë e formulir dialogin. Vazhdojmë çdo diskutim. Nuk vi që mendojmë të vazhdojmë që kjo situatë e njëjtë. Është hipotetike për cilën nuk ka hipotetike se çfarë problemi. Po asnjë nuk kemi shumë për që po detyrohemi që të mbledhim zë të katuar. Është në dorën e opozitës, për shkak se edhe njerëz shumë e rëndësishme me potencial që vota kundër në të bëjmë votë për të institucioneve. Në momentin kur futemi në afat të kushtetuese për themelimin e institucioneve këtë rast të qeverisë, atëherë është vota politike e domosdoshmërisë që ne të kemi qeverinë edhe të koalicion ose aspektin mandatarit të qeverisë, ku mandej është tema për diskutim, ku mundën në involvu gjithë akter, ku jo domosdoshmërisht kuptimin gjithë përbërja e qeverisë duhet të jetë nga partia fituese. Atë se vendon të votuar për kandidatë, për shkak që ata kanë kërkuar për kandidatë për votim. Nëse ndrohet kandidati Xhena Xhiu, atëherë opozita votari ka propozuar dy emra, është e ndodhur. Jo, nuk është në dorën e tyre emra në lëvizjes të vendosjes, se atëherë me logjikën e njëjtë atëherë ne duhet të përcaktojmë se kush duhet të jenë nga partitë opozitare emra të ndryshme. Nëse futemi në këtë cikël se kush duhet në kohë të drejtën për të propozuar kandidatë të drejtë. Kuvendit të bëhet vendosja, drejtën për nën kryetare ka mandatin përzimi si këtë të tjetë tema për nën kryetare. Procesi në këndor me psikologën e mëdhësisë që në që një deputet të vendit në çdo ditë në Serbia. Qendjes depresive në kujton se duhet të shumë Po vjen paraqitja live Zotit Peci, deputet i lëvizjes vetëvendosje në Kuvendin e Kosovës, tha në mënyrë të qartë nuk e qëm dorë nga nominimi i zonës Haxhiu për kryetarët e kuvendit. Në një farë mënyre, opozita ka për detyrë ta votojë tash bllokoj këtë situatë. Ky është argumenti që është i përsëritur prej tyre. Por në esencë, vetëvendosja ka 48 deputet. Atë duhej të ketë reflektim racional, me qenë se nuk e ka fituar shumicën absolute për ta bërë kuvendin dhe qeverinë, si që fitoi zgjedhjet me 2021, me 14 shkurt. Me qenë se ka këtë rezultat, atë duhej të vepronte sikurse që kanë vepruar qeverit, koalicionet tjera në mandatet paraprakë Kasolli. Dhe jo të ngull kam për një emër që po shihet si bllokade funksionimit të kuvendit, se po kushton në publik. Por tash ne do thotë ndëgjum dy eksponentë
lëvizjes vetëvendosje dhe unë mendoj që pikërisht deklaratat e tyre, mënyra se si po tentojnë të maskohen, sepse nuk po kanë përgjigje të saktë për problemin politik që është shkaktuar në kuvendin e Kosovës, e dëshmon që lëvizja vetëvendosje në një farë mënyre për interesat saj e ka kindapuar kuvendin e Kosovës. Politikisht është i kindapuar kuvendi i Kosovës me këtë insistim të tyre për të mos u hapur ndaj dialogut politik edhe kompromisit politik. E para, nëse ndëgjon me vëmendje apo vetë çka tha zoti Basha, tentoj jo që të ofroj fjalor politik për të adresu këtë problem, por të bëj analizën e subkonsciencës së, e muri rolin një lloj psikologu, nuk dija e ka thirrje profesionale, të një lloj psikologu, e muri rolin një lloj psikologu me deshifru impulset e brendshme të përfaqësuesve të partive opozitare dhe një lloj tendence që vetëm Albulena Haxhiu është subjekt që mundet me promovu emancipimin gjinor dhe reaksioni i tyre kundër Albulena Haxhiut është reaksion kundër politikës së progresit që e përfaqëson ajo. Ato që kemi diskutuar disa herë në një lloj mënyre qysh këto interesa meskine po i kthejnë. A di çka dëshmon pse ka pozicionin? 48 deputet vetëvendosje i ka. A di çka dëshmon pse lëvizja vetëvendosje është në pozicion të palakmueshëm në këtë rast? Është mënyra se si iki dhe nuk pat përgjigje pse këta në vitin 2017 nuk janë sjellur në atë mënyrë që sot po ja kërkojnë subjekteve të dyta e treta të sillen. Do të nuk ka përgjigje në këtë pyetje. Kjo tregon që lëvizja vetëvendosje është në kontradikt me vetveten, sepse po i kërkon të tjerëve atë që nuk e ka bërë vetë. Domethënë tash lëvizja vetëvendosje edhe normat kushtetuese edhe çdo send po interpreton vetëm në përputhje me interesat momentale të pushtetit dhe nuk po i merr si detyrime, nuk i ka marrë si detyrime që sot ja kërkon apo. Kështu që kjo është një kontradikt serioze. Ndërkohë ky zotnia këto që foli. E kemi Ramosh. Vesh ta përfundoj. Jo, e kemi live, nuk e di a kemi. Zgjidhur këtë situatë. Kjo është në dorën e partisë demokratike vetëm. Por nga koalicioni që kanë qenë të votën këtë listë. Duhet të jetë tyre, duhet të jetë një duhet të bashkë të të po ndyshe ndodh çështë të duhet po të shesë A të besar që është qëndrimi i partisë demokratike? Jojnë, po, Kasolli? Po, ndërkohë, ky deputeti Peci apo ministri Peci, tash ta kanë probleme edhe sa i përket këtij konfliktit të interesit, ndërkohë sot deputeti Peci duhet me parashtru vetes një pyetje, sepse është një ministër jashtë çdo kontrolli të sovranit demokratik. Të sovranit demokratik. Nuk po folin në aspektin ligjor se kjo duhet mu adresu. Ministri Peci sot është një lloj uzurpatori i institucioneve të ekzekutivit bashkë me kolegët e tij, sepse kush e kontrollon politikisht zotrin Peci? Kuvendi është i pakonstituuar. Do të nuk ka asnjë lloj kontrolli parlamentar sipas logjikës së demokracisë, çish funksionon demokracia jon parlamentare. Kuvendi ta është i kidnapuar. I kidnapuar. Është me këtë çështje është i kidnapuar kuvendi. Çeverin zyrët po thuaj i kanë të uzurpuara. Po dëgjoj, Hajde që kemi treja. Vetë në poshtë ashtu. Ne presim që të reflektoj lëvizja vetëvendosje, cilët konform rezultatit zgjedhor, por duke që nuk ka interesim, nuk kanë marrëveshje me ndonjë subjekt politik që siguron mandatimin e qeverisë. Dhe kjo është ajo cila po ndodh aktualisht në Kuvend. A keni ndryshuar qendrim si parti? Nuk mund të ndryshojmë një qendrim sepse është e parasyshme edhe është tepër pa përfillshme në kuptimin sepse ne nuk e kemi mandatin e të parë që të krijojmë institucionet e reja të Republikës së Kosovës. Deri në një fazë tjetër, kur bartet përgjegjësia e Ligjit Demokratike të Kosovës, atëherë ne do të japim zgjedhjet tonë. Besoni që është momenti që partitë duhen që të japin fund kësaj përsëritje të bashkëpunëtorësh për të të. Po ne kemi një heshtje të kryeministrit që duket i konvenon kjo situatë dhe i konvenon mos ta shkojë vetëm pa përgjegjësi, po arsyet i din vetëm ai.
ka të që nuk ka të një deklarim nga ana e tij. Një parë ka demë se tash po shihet që vetëm lojë politike e paftësisë për të krijuar edhe zgjedhjen e kryetarit të kuvendit ose për të krijuar një shumicë parlamentare e cila siguron edhe qeverinë e ardhshme të Kosovës. Së që zvarritje po kërkohet që data e zgjedhjeve eventuale të bie diku në mesi i verës? Nuk mund as të bie, nuk do të lejohet. Ndoshta mund të ketë ambicie nga subjektet e ndryshme që të ketë një farë lloj kamuflimi me datën e zgjedhjeve të aty në qenë lokale që e rregullt kushtetuese. Por kjo nuk duhet as të mendohet, sepse kushdo që e mendon që të kemi dy parë zgjedhje të njëhershme, nuk ja don të mirën as vendit as demokracisë, po as pushtetit lokal, sepse atëherë do të na krijohet një kaos me 3 lista zgjedhore dhe me një pjesë e cilas nuk lidhet me programin në nivel qendror, por as në nivel lokal. Do të them tonë edhe interesin publik Vjojmë debatin programit special në studio. Kishim transmitim deri tash Dimal Bashën, Faton Pecin, Rashid Çalajn, Armen Zemen e LDK-s. Vjojnë ndërkohë besoj deputat. Dhe ta përfundoj, do thot se isha me këtë Pecin. Situata është e bllokuar. Me Pecin, po situata është e bllokuar. Tash këtë duhet ta shohim, do thot ç't tension, ç't përplasje, ç't konflikte interesi ndërmjet pozitës së ministrit dhe deputetit duhet ta shohim në harmoni me deklarimin e mëhershëm të Hekuran Muratit, i cili tha që ne tha si ekzekutiv jemi mirë nëse don kuvendit të konstituohet është puna e tyre. Pra, çka tregon? Kemi një ekzekutiv që ndjehet mirë dhe rahat politikisht që është jashtë çdo kontrolli të sovranit demokratik. Kjo është shumë e rrezikshme. Kjo është shumë e rrezikshme. Po dëshet bëni. Nëse s'doni ne çeku i kemi qeverinë, funksionojmë. Qëndrimi i PDK-s normalisht i qartë, do thotë që nuk heqin dorë nga se. LDK tash përfaqësuesi i LDK-s tha jepnon theksit e zgjedhjet. Dëgjoj, jo, përfaqësuesi i LDK-s e tha edhe një diçka tjetër. E tha edhe një diçka tjetër që kjo situata po i konvenon veç Albin Kurtit. Unë pajtona që po i konvenon Albin Kurtit. E kemi thonë disa herë këtu që jemi mbrana skenarit të Albin Kurtit, por ndërmjet meje, teje dhe Valentinës dhe zotit Zemaj, ai është i mandatuar për të vepruar politikisht, për të mos e lejuar që situata të shkojnë vish në favor të Albin Kurtit. Dhe ta shtrohet pyetja, çka po bën Lidhja Demokratike e Kosovës me Partinë Demokratike të Kosovës? Po i thotë PDK-s, AK-s e tjerëve votojnë një kandidat tjetër, se ne se votojnë. Me Partinë Demokratike të Kosovës për ta minuar këtë situatë që është konform interesave momentale politike të Albin Kurtit. Asgjë, vetëm po vëzhgon dhe është fatkeqësisht mbrana skemës, ju ta përfundoj mbrana skemës. Ndërsa tash është mbrana skemës së veprimit, kemi kohë, është mbrana skemës së veprimit politik të Albin Kurtit. Ndërkohë ky fundi dje, kjo është shumë e rëndësishme, dëgjoni, kjo është shumë e rëndësishme, ndërkohë ky fundi dje ju rikthy gjuhës së tij ku nga një komunë në pjesën veriore, e riktheu përsëri temën e sovranitetit si sukses politik që opozita duhet, pajtohet, tha duhet ja u dërgojmë nga një letër. Çka të bëjmë me elektroserverin tash që fatura të rrimës po vlen ndryshe. Dëgjoj, vish ta përfundoj, lutem shumë. Këtu desha me dola vish ta përfundoj, jo ti duhet me përfundu kret logjikën. Ai i cili tha, e di, kemi kohë. Ai i cili dia tha, duhet tha më dërgu nga një letër partive opozitare nga posta në Leposaveç që ta votojnë Albolinën. Që i bie Kolege, ne vënazën e pomë lutna. Ole pa shto zama. Është po situatën e veritshme me dhënë drejtën, ja vetëm për ju, për shtetarë, do për me përfaqësues, që s'po mund me ushtru drejtën tonë në tekalimin e një situate. E drejta politike për të propozuar nuk do të thotë drejt absolute. Ose do të kërkohet një mundësi ndërtohet një konsenzus brendshëm, ose marrëveshja politike është e pritshme, të duhet me ndodhë. Kjo s'po ndodhë, vazhdo. Sa mund të kresë në vazhdohet kështu? Ka një moment ku duhet thuhet mjaft të stunën partitë për të si situatë. Mjaft seanca e parë ka qenë e nevojshme me të kalu krejt. E dyta është e tepër. Mos flasim për seancën e tetë. Nuk po arrit më konstitu legislativi zgjedhur dhe kjo është problem serioz politik. Mungesë e vullnetit politik realisht. Pak do të me banë se s'mi morën krejt këto raporte dhe
propozimi nuk është mjaftueshëm, që një zgjedhje. Dhe me vetë faktin se s'po ka as për pjekën më të vogël me ndihmu që të zgjedhet zonja që është propozuar, tregon qartë që është vendim politik, nuk ka marrëveshje për qeveri, ku vendi po Vjen paraqitet deputet. Po vazhdojmë. Ku isha duke thënë që është e vërtetë që kjo situatë sot po i konvenon Albin Kurtit, ne dje pam çka ndodhi. Praktikisht u legalizu diskriminimi i ekonomik i qytetarëve të Kosovës mbi baza etnike. Kemi fatura të tjera për në 4 komunat në veri dhe kemi fatura tjera në pjesën e shumicës shqiptare. Më besoni me 11 prill mund të hulumtohet me 11 prill ditën që është marrë vendimi për shtrejtimin e rrymës së energjisë elektrike, unë kam bën një përshkrim, një status në rrjetin tim social, ai mund të thotë ku kam paralajmëruar në to dje që duli tham sepse rryma nuk do shtrejtohet në pjesën në 4 komunat veriore, me 11 prill mund shihet sepse ju kum referu një deklarate të zotit një deklarate të zotit Ymer Feyzullah kur thotë se qytetarët në pjesën veriore Zupin Potok e tjerë do të faturohen me çmimet që i ofron kompania furnizuese elektroserver. Kompania elektroserver nuk ka bërë kërkesë për rritje të faturave që i bjen, do thotë atje do të kemi çmime më të lira. Ndërkohë dia çka ndodhi zërreja? Tentoi të mashtroj qytetarët e Kosovës kur e pan që u bën e madhe kjo padrejtësi që po ju imponohet shumicës shqiptare, fillimisht deklaruan që do të ketë çmime tjera, pastaj e nruan deklaratën, thanë jo do të jenë tarifat një lloj, që detyroi elektroserverin të deklarojë jo tha 16.1% që nuk vlen për pjesat veriore, për pjesën dhe në vend se sot kjo temë ishte alarmuese për shoqërinë. Alarm serioz. Por këtu edhe opozita po i shërben agjendës së Albin Kurtit. Falërit tje vëzhgues aktive i zhvillimeve politike. Ma nxjerr një deklaratë djetë të përfaqësuesve të opozitës për me e diskutu këtë temë dhe me shndru në agjendë kryesore publike. Ma nxjerr një deklaratë djetë që sa i takon opozitës. Kolege, presim shumicës parlamentare të organizacioneve që në shfarani do Ridi kanë fillu këto me u bë këto paraqitjet e përfaqësuesve politik para kuvendit si këto fotografitë që dalin për fashion mode, që po dalin po japin kanë deklaratë të shkurtë dhe po ecin. Të njëjta janë bosh dhe apo jo. Afrime më herët. Kolege, Sa pak më përpara. o koleg, po na dheni komjen. Apo unë nga shancat e më hershme, dini kemi dhënë një zgjidhje ka propozuar kandidatia unë institush, nëse ka ndodhur në shërbim se sot të votohet, kandidati, kandidatja, nëse jo, do të kemi Personalisht jo, po zonja Time Kadria, që është deputat aleancës, ka autorizim prej meje, prej kërësis që të konsultohet me zërindoharja i cili Jo, ka shumë emra tjera, që ne kemi cek të një zonjat, të qesi është të zonë kandidatja, po ka dhe emra tjera. Po zoti Limajt, po të ishta, nuk e di për Janë deklarata thuajse të përsëritur atina, akë që ka sugjeruar në kandidat tjetër dy, i ka përmend dhe me emra cilë do të mund t'i votonte Tazëm akë, siç është bashkëshortja e Recep Selimi, deputetja Shqipe. Selimi, Saranda Bugujeci, kjo fundit të reagoi në nervoz figurativisht, në ndrojnë base që mund të çërtohet nga kampet brenda partisë aty. Po, ishëm duke të këtu do dalë Ridi, por mbetat e afrimi edhe çështja e faturimit të komunave me banues serb, afrim për me relaksu pak këtë diskutim sot që unë ju kom përcjell çdo herë dhe nga regjia kështu me shumë qefë të madh juve, por unë banoj në një fshat që quhet Llapnasell dhe është komuna e Graçanisës realisht. Edhe një kohë kur qeveria pati vendosur t'ia falë borxhet e konsumatorëve Keko në Katar, Keci, rastisht pa ta përfituar edhe unë sepse jam konsideruar si banore e serbe e komunave serbe. Dhe këtu kur e përmendëm punën e faturimit gjitha këto, është bërë tashmë shihet zoti Kurti pa dashje të kem diçka personale me të,
prej kohës kur unë kam bërë gazetari dhe kur nuk ka qenë në pozitë politike, e ka pas tendencën dhe aftësinë me bloku të gjitha zhvillimet politike. Këto duke filluar me protesta, do të thotë kur është pik në një situatë, është pik edhe i ka shfrytzuar të gjitha makineritë dhe forcat e tij, edhe njerëzit që i ka bërë të mendojnë si vetë në mënyrë që të bllokohet gjithçka. Ne jemi duke diskutuar që për të 8 herë, 9 herë, 10 nuk e di ç'është do të ndodhë, s'pedin as këta vetë realisht, por jemi të u marrë me një çështje që mund të ketë edhe zgjedhje afrem dhe gjitha kjo është kosto. Qytetari po ballafaqohet, po. Që të ketë zgjedhje tina në pikpamje procedurale, kushtetuese fillimisht duhet të konstituohet po, e vërtet, vendi. Po. Pasandej filloi të rrjedhë afati kushtetues që presidentja ta nominoi kandidatin për kryeministër nga partia e parë. Pa diskutueshme. Nëse merr votbesimin kandidati nga partia e parë në kuvend, shkon, po nuk e mori, është e drejtë diskrete, diskrecioni presidentes të vendos t'i ja partisë së parë me një kandidat tjetër edhe njerë, apo partisë së dytë, me të cilin presidentja mundën më bindë, jo vetëm me nënshkrime, po mund më bindë me shefat e grupe parlamentare, ata që kanë arrit koalicione para prake e tjera, po nuk vendi shkon në zgjedhje veç nëse nuk votohet për herë të dytë qeveria në kuvendin e Kosovës. Kjo procedura kushtetuese. Po, por jemi duke folur për një çështje, qytetarët janë lodh, kanë filluar, domethënë jemi të folë për më herët folë për ngritjen e çmimit të rrymës. Mandej do të kemi ngritje të tjera të çmimeve, po. Gjithçka, buka, kafja, pije të gjitha këto. Është, do të thotë, edhe njëherë Kurti e bllokoi gjithë sistemin, nuk është vetëm Kurti, tash kanë filluar këto, për shembull, e pash më herët zonja Ganimete Musliu kishte thënë që Albulena e paraqet një rrezik shumë të madh të qytetarëve nëse ja besojnë votën asaj dhe nëse është rrezik permanent si famër, si krijesë. Nuk e di pse duhet më u marr me Albulenën si individ, sepse na jemi të folë për vendime politike dhe gjitha këto mandej shkojnë banalizohen. Zgjidhje racionale objektivisht. Po, por unë po mendoj që edhe partitë të tjera e kanë marrë një falloj, mos themi nati, por është pak patetike më të thënë, por e mendova për shembull të dielën kur ju dy keni qenë duke ju në studio dhe lidhje direkte, mund kujtohet më përpara, unë e di që jo më përpara, por tani deputetët vinë në seanca afrem vetëm për ta marrë rrogën, shpesh herë paraqiten për ta marrë meditjen. Dhe atë ditë dukeshin, mos them, tash po tingëlloj pak shumë keq, por secili i parësyshëm. Dhe vinë edhe sot njëjtë këtu, edhe çështja e vendvendosjes është bllokuar, Albini ka, do të thotë gjithçka është me qëllim të bllokadës. Jo, që ndëgjoj, unë i kam përmend disa herë edhe në këtë emision, janë deklarime publike të vetë lëvizjes vetëvendosje që tregojnë që nominimi i Albulena Haxhiut është bërë në funksion të bllokimit të situatës dhe jo të zhbllokimit. Sepse është alogjike, një javë përpara, ish kryeparlamentari Konjuca të deklarohet para mediave që nuk kemi asnjë emër për kryeparlamentar dhe se këtë pozitë do t'ja nënshtrojmë negociatave për formimin e qeverisë Kosovës, që nëpërmjet saj t'i sigurojmë 61 numra, 62 numra, 61 numra sa janë të nevojshëm e domosdoshëm në aspektin kushtetues dhe papritmas dhe befas del emri Albulena Haxhiut si kryeparlamentar. Nuk që jo rastisht sepse është vendos si një lloj mjeti që lëvizja vetëvendosje të përfitoj politikisht, a do të vjen deri te sigurimi i numrave për qeverinë apo mbase edhe të shkohet në zgjedhje, por siç e përmendi edhe Riti, nuk mund të tash jemi në situatë ku as nuk mund të shkojmë në zgjedhje sepse nuk është asnjë autoritet kompetent me shpërbo kuvendin pa u konstituu, nuk mundet diçka që nuk ekziston, se kuvendi ende nuk është i konstituuar, shpërbohet diçka që nuk ekziston. Kështu që jemi në këtë situatë, këtë blokadë totale, ndërkohë problemet veç i cekum, më thot problemi i rrymës, Kurti dje çoj sinjale që ushtri sovranitetin në veri, por ndërkohë na e pa me elektroserveri ka i nështrohet krejt, absolutisht nuk i nështrohet as vendimeve të ZRE-s asgjë, do të efektet ekonomike kanë filluar të vrehen veç si pasojë e këtyre politikave të mbrapshta ekonomike, veç prej një majtjen paralajmëruar rritja e bukës e tjera, dhe na këtë diskutimi politike publik është a do bëhet Albulena kryeparlamentare apo as do bëhet Albulena kryeparlamentare. Me këto ne kam mbretjen edhe ndaj partive opozitare që gabimisht
ose mbase nga mungesa e guximit politik kanë rënë në grackën e çdo duhet të bëjnë. Çfarë do duhen të bëjnë? Dëgjoj, Rit. Në politik është shumë i rëndësishëm guximi për të dalë prej situatës vicioze ku ndodhesh. Na thoni propozim. Që tash unë po rezervora në kuptimin sepse nuk jam ekspert juridik, por dëgjoj, ne kemi kemi dëgjuar 2 propozime juridike interesante që mund ta hedhin hapin se çfarë epilogu do të jep gjykata kushtetuese, ajo mbetet të shihet, por paktën e pam dje. Ju po kërkoni dëgjoj, po aksion politik, po ata janë për aksion politik aty, nuk jam për me konstatu që i konvenon kurtit kjo, po na po e dim qytetarët po e ndjejnë që është favor, askush nuk po diskuton për stagnimin ekonomik, askush nuk po diskuton. Po është gënjyse sepse ata kanë marrë mandat qytetar, kanë marrë mandat që të veprojnë politikisht, jo që ti përshtaten skemave që i konvenojnë kurtit. Janë dëgjove deputetin Zemaj. Tha kjo situatë i konvenon kurtit. Ti pse aty me konstatu çka i konvenon. Po pse aty dëgjoj, çka e aty me ju përshtat skenarit çka i konvenon kurtit. Po vetë mekanizëm në lëvizje. Të gjendet të gjendet. Dhe tash kemi 2 propozime. Tash kemi 2 propozime. Kemi 2 propozime. Në këtë studio kur kemi bashkë bisedu, përfaqësuesi ligjor, avokati i njohur Faton Feto, ka dhënë një propozim të guximshëm. Çfarë epilogu do të merr? Le ta vendosë gjykata kushtetuese, të paktën ajo mund të na shërbejë më pastaj edhe si precedent që kur paraqiten situata tjera, dihet se çfarë epilogu. E para, le të mlidhen deputetët e subjekteve 2, 3, 4. Jo, e para është, le të mlidhen, le ta zgjedhin një krye parlamentar, le ta zgjedhin. Normal që kjo do t'i nënshtrohet më pastaj verdiktit të gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese të paktën do t'jap një gjykim, që partia fituese e zgjedhjeve të drejtën e saj për nominim, a mund ta shndrojë në bllokim? Kjo është dilema që duhet. Pafundësisht. Dhe dje që e dha ish kryetari i gjykatës kushtetuese, Hasani dje ja ushtroi rrugën, le të mblidhen me numrin. Edhe pa veprim. Edhe pa veprim, pa aksion, po u mblodhen dhe deputet të dërgohet në shkrimet, po e bëm pyetjen si duhet, formën e saj për mbajtjen, për shkrimin e situatës politikisht, gjykata në një afat shumë të shpejt tha mund të përgjigjet. Dhe tash le të ndidhen 8 deputet, le ta dërgojnë Londën dhe mund të krijohet një indicie për zhvillim. Unë jam i bindur. Edhe pse nuk jam jurist, po flas tash një veprim duhet. Po flas në mënyrë laike. Unë jam i bindur që gjykata kushtetuese do të jap as i opinioni që do të jetë në kundërshtim me intencën politike të partisë fituese që nëpërmjet një emri për ta mbajtur të bllokuar procesin. Ku po bazona? Ku po bazona? Ndonse ne nuk e kemi në normat tona kushtetuese. Mirë, po gjykata kushtetuese para se ta merr një vendim, para se ta formulon një opinion, para se para se ta formulon një opinion, i studion edhe vendet që kanë sistem të parafort me tonin politik dhe nëse në ato vende janë paraqit situata tilla, çysh është gjetë zgjidhja apo çfarë modeli kanë ata në caktimin e kryeparlamentarit. Me vendet si motra që kanë filozofi dhe nuk do ta merr për bazë sistemin amerikan, Dhe çka ndodh në shumë demokraci parlamentare, partia fituese e zgjedhjeve, nga ajo që e lexova shpejt, i nominon 3 emra, jo një emër. 3 emra për kryeparlamentar. Dhe tash 3 emra në mënyrë që ai i cili merr votat e shumicës së deputetëve, normal 3 emra janë të partisë fituese, por ai i cili merr votat e shumicës së deputetëve zgjidhet për kryeparlamentar. Çka tregon kjo? Shumë demokraci parlamentare, as partia fituese nuk ka drejt ta monopolizoj procesin me një emër. Është i obliguar të nominoj 3 emra. Kështu që veprimet në frymën e pluralizmit, në frymën e parlamentarizmit që ne të demokracisë. Po duket ka solli që këta e kanë problem bre këtë ta përvendësojnë. Në bazë të kësaj, shihet që as partia fituese e zgjedhjeve nuk ka të drejtë ta monopolizoj procesin e nominimit. Në këtë drejtim, ftesa e aleancës kryesisht, ftesa e aleancës është më korrekte në raport me frymën e
demokracisë parlamentare, sepse po i thot cakto dhe një emër tjetër mund të ta 2, 3 apo. Dhe kështu që kjo është situata, kjo është becesi duke marrë parasysh këto premisa, gjykata kushtetuese jam i bindur që do të kishte një opinion jo afirmativ për tentimin për ta marrë bllokuar procesin e konstituimit. Që do të vlejmë pas për raste të tjera. Për raste të tjera. Nëse ora rriti tash të fillojmë pak apo jo? Ora 10:12 për pak nuk paraqet lajm që vonohen deputetët. Fatkeqësisht nuk paraqet lajm që shihet regjia na mbani me këto pamje ndërsa ne po diskutojmë. Kanë filluar deputetët të hyjnë në sallë, aty ku do të rikonfirmohet rikollapsimi i kësaj salle nga një situatë egosh që prodhon ultimatume o mere ose leje. Dhe si nga njëra edhe nga ana tjetër, por me qenë se partitë e drejtgjeshme opozitare sfiduan zotin Kurti me një veprim, i thanë vepro me emra të tjerë dhe na sfido, a do t'i votojmë? Zoti Kurti nuk po e bën këtë veprim, po thotë e keni për detyrë për ta votuar, por e drejta për propozim me akt gjykim gjykatës kushtetuese i takon partisë së parë për ta nominu. Por kjo nuk shndrohet në detyrë për deputetët që ta votojnë. Me akt gjykim, gjykata në vitin 2014 ka thonë deputetët janë të lirë të vendosin politikisht, me bindje tyre të lirë politike, si deputet, për të votojnë për, kundër ose të abstenojnë, por jo të mos marrin pjesë në votim. Vërtet, po megjithatë po japin parti tjera, rriti i thanë që okay, propozojnë dikon tjetër të rishirtojmë. Pra po shihet blokada. Sepse nuk ka votat. Absolut po, sepse se sa vota po i merr 57, 61 është. Po ti kishte rezultatet ndryshe të zgjedhjeve, fare nuk do të ishte në situatë. Ideja unë pse përmenda këtë rastin që shumë demokraci parlamentare, çfarë procedura ndjekin në në nominimin e kandidatit për janë 3 emra që i propozon partia fituese, gjë që tregon lëvizja vetëvendosje mbase mund të jetë korrekte siç po pretendon përputhje me akt gjykimin e gjykatës kushtetuese, por nëse do të kemi një akt gjykim tjetër, jam mas i bindur që gjykata kushtetuese ka me marrë në konsiderat këtë përvojë të demokracive tjera parlamentare, se ajo është e obliguar ta mbrojë domethënë prej rendit kushtetuese republikan dhe demokracinë parlamentare në Kosovë në bazë të rangimit hierarkik që është. Nuk e di, unë nuk shoh rritin ndonjë. Spaku deputet ashtu si po deklaron shprehjen të zhgënjur, si njëra si pala tjetër. A përjetojnë objektivisht të zhgënjim? Nuk e di çfarë. Me xhas kjo. Po më duket ju ka bosh tash. Jo realiste se po ta kishin vërtet mirëfilli këtë zhgënjim mbase do të përpiqeshin më shumë për të vënë lëvizje opsionet racionale. Të vinë me ndonjë propozim. Ajo që s'du t'jap tash prognoza apokaliptike. Çka nëse gjykata kushtetuese e konsideron këtë bllokim jo kushtetues, si do të vepronte lëvizja vetëvendosje në raport me çat akt gjykim. Kjo është, dhe këtu ne kam frikën, dëgjoj. Sepse vendimet gjykata kushtetuese nuk ka polici, nuk ka mekanizma që detyron. Ka një kulturë të respektit. Ka një kulturë dhe ka dhe s'ka. Të mirëmi vesh. A din çka po më lëm pak përshtypje sot zotëria Kasolli rriti që afrimin jemi mësuar ta shohim me analiza politike, por unë nga kandi i kolegës në televizionin Arbria e shoh edhe si filozof, edhe si person shumë në një forme sensitiv, romantik. Në këtë rast unë nuk kam derisa ata të mblidhen në kuvend të nderuarit. Nuk ju beson më gjërave për pajpaqe po ndodhin. Absolut. Po megjithatë i paraprimit disa në poezi rriti për shembull nuk e di nëse Kasollin, unë e di që shumë media të tjera citojnë për mendimet e tij politike dhe gjitha këto çfarë i bën, por unë po du pak derisa kuvendi të filloj të relaksojmë pak shikuesit ton, afrim që një ide, jo një rrëfim, afrimi njihet në statuset e tij në rrjetet sociale edhe për mendimet kështu romantike. Poetiko-romantike. Po, është poet i jashtëzakonshëm, jo vetëm që thamon. Jo vetëm në shkrim, po edhe në artikulim. Jo, poet nuk jam. Hajde, afrim, a mund të sa ko për shembull. Po flet për stilin. Stilin, mënyrën e artikulimit. Fjalit që i përzgjedh me shije, me kujdes të holl,
Po tash ajo kam një farë lloj raporti apo kuptonin tip me gjuhën me vokabularin. Hegelin e ka në qef. Hegelin e ka në tavolinë. Disa po. Në afër kompjuterit ka një. Por jo, tash kjo situata është serioze në aspektin politik, edhe unë po më them po këta nuk këta nuk po e marrin shumë serioze sa më marrë edhe na. Sepse kemi të bëjmë me një subjekt. Unë në dy emisione apo tre kemi të bëjmë me një subjekt politik që konceptualisht sipas rendit të tij hierarkik, gjykata kushtetuese dhe rendi kushtetues është sekondar në raport me konceptin e tyre politik qysh ata e shohin përfaqësimin. Do të kemi popullin, i cili populli ka vendosur, populli dihet, e kemi subjektin politik lëvizjen vetëvendosje që është përfaqësuese autentike e këtij vullneti politik dhe në fund e kemi kryeministrin e detyrë Albin Kurti. Çështjet procedurale, kushtetuta këto nuk kanë rëndësi. Domethënë janë shtrati filozofik. Dhe çka nëse gjykata kushtetuese? Çka? Për Valentinën ato. Çka nëse gjykata kushtetuese? Po lidhja me Zotin. Lidhja me Zotin, afrem. Dy tema. Lutem, afrem. Dy nëse përcjell. Jo, ko zbërthim nëse përcjell fjalorin praktik. Nëse përcjell fjalorin politik ditëve të fundit të kryeministrit Kurti. E para që ajo në rrugov të Hasit, do të kur u pyet se a keni opcion për dalë prej kësaj bllokade, tha populli punon, qeveria ndërton, shiu Zoti është bereqet. Domethënë sipas atij kemi një harmoni plot natyrore politike, kemi një harmoni plot ndërmjet natyrës dhe politikës, ndërkohë çështja e bllokadës nuk është çështje ime, është çështje e disa fraksioneve private, do të thotë konsiderohen fraksione private, tjetra dhe dje. Dje. Tash kjo ta duhet ta shohim në harmoni me disa deklarata të vazhdueshme. Kur fillon të lashët që filloi të kuptohet që nuk do të ketë numrat e mjaftoshëm, e bani një farë inskenimi mbledhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare, Vučići në njërin anë me elementet e brendshëm janë mobilizuar për ta sabotuar materializimin e vullnetit demokratik të qytetarëve të Kosovës. E po ato dhe dje nga veriu kërkoi që nga postat, nga shtrirja e sovranitetit në veri. Nuk doli mirë atë. Dëgjoj, po nuk doli mirë. Nuk doli mirë sepse u demantu pse me veri paguajnë fatura 16.1% për lira. Dëgjoj, msheleti mos atë. Kërkush nuk po e përmend. Po dëgjoj, rit. Jo. Msheleti, askush nuk po e përmend. Unë të kallzova Xhama Timu një deklaratë të subjekteve. Po e çoj dikush në gjykatë kushtetuese, kjo është vendim diskriminues. Është vendim. Xhama Timu një deklaratë të subjekteve 2-ta, 3-ta, 4-ta që janë marrë me çet problem. Po pak në studio televizive mbron në kolegë. Dëgjoj, çfarë kjo është alarmorit? Po si është alarm? Po sot deputeta dish më thon, parti subjekte 2-3. Kemi ta sovranitet ajo. Subjekte 2-3, 4, s'po quaj opozitare. Çka do ta pyesë zotin Kurti po ta subjekte 2-3 do të më qenë rrugë, do të më qenë shesh. Jo të shkuti aty a lutë. Kështu parë që në këtë rast partia më e madhe, siç mund ta quajmë, bën reagime të tilla ose vepra të tilla. Sa herë që ka pasur ridi me siguri me ju kthy pak në kohë edhe zhvillime të gjitha për sa vite e bëjmë këtë punën e gazetarisë, afrem unë për flas gjithherë ka kondi i gazetarës. So herë që kemi pasur pak natësi, protesta, revolta të qytetarëve për një kërkesë të tyre shumë legjitime, ose ka ndodhur diçka në veri, një nxitje e vogël, një konflikt, ose ndodh një bllokim i tillë, unë shumë mendoj që nuk bëhet kjo vetëm ka sa i përket me bllokimin, sepse jo për me tërheq vëmendjen e qytetarëve, që përmendet më herë që kërkush po e përmend çështjen e 16% të ngritjes së po çka më përmend bote, kush më përmend, ku më protestuat ata qytetarë kur gjithë janë tukë marrë me kuvendin. Partitë politike, deputetët e këshillit qytetarë çka janë të bëjnë. Unë nuk e di rriti nëse po flasë qytetarë në këtë vend nuk është koha më e mirë është tash me dorë qytetarët edhe me bëa protesta edhe një herë për gjithmonë me gjithë bashkë në kuvend, sepse ne kemi pasur që kanë bërë protesta në për tash mos tingëlloj si që po bëj apel politikanë dhe shiko Tina, politikanë dhe mund të ideojnë, jo vetëm tani me zotin Kurti, po edhe para rëndësit të tij, inskenojnë situata për të zhvendosur vëmendje, por kjo përpjekje sistematike filloi sa veçantë jemi me thonë tash.
Vazhdo me pamjet e drejt për drejta të seancës, lutëm. Me sa duket janë Po, për një minutë, vetëm jemi tani me sinjalin e Kuvendit të Kosovës. Se ironizova me artikullin e poezi për femër, për krejtë, për meshkuj. Mu që me bona e... Vaj, e kam një rasti, ma ka dërgu që të qëndrimi djerë, një farë serbi, një farë shqiptari, me një komunë për sferincën e sakë, që ka thonë unë mu s'u ka shajtu një mabëve. Edhe këtë mund të vetë me folë dhe me farë, dhe dhja ndra të një. E që më folë kje shqip? Asë mu s'u ka shajtu një mabëve. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar pranishëm. Konstatoj se në salë janë pranishëm 109 deputet. Vazhdojmë me punimet e seancës konstitutive të legjislaturës 9 të Kuvendit të Republikës Kosovës, filluar me 15 prill 2025, vazhduar më 17, 19, 21, 23, 25 dhe sot 27 prill 2025. Procedojmë me pikën e 3 të rendit të ditës, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, në vazhdimet e seancës konstitutive me 19, 23, 25 dhe 27 prill 2025, kandidatja për kryetare të Kuvendit, deputetja Albulena Haxhiu, e propozuar nga subjekti lëvizja vetëvendosje nuk i mori votat e nevojshme, andaj ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje, zotin Blau Konjuca, që ta propozoj kandidatin apo kandidaten për kryetare të Kuvendit të Republikës Kosovës. Ju njoftoj si zakonisht se kryetari apo kryetarja zgjidhet me shumicë të votave ose më paku me 61 vota për.
Po më vjen mirë që e ku marrë epitetin e një propozuesi stabil. Neve sot na mungon një deputet në Zirkraki, po nëse si opozit muni me na i huazunja, bile mos të mesëm nër 57 ju kësha falenderu shumë. Propozimi ju në është Albulena Haxhiu. Në salë janë 110 deputet, juftojmë të atëherë për votim. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarojnë për kandidatën e propozuar për kryetare të kuvendit, deputetën Albulena Haxhiu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Ne dy. Për kemi 54 vota, 24 janë kundër dhe 3 abstenime. Në bazë të kësaj, detyrohemi të mbyllim, ndërpresim seancën, shihemi të njëjtën me 1 maj në orën 10. Përfundoj të kjo seancë e pabesueshme e përritshme apo jo? E qeshur nga zori. Po ironike në fakt. Po. Nga 57 sa ishim me vota, kemi rënë në 54 apo jo? 3 vota më pak. Më pak. Në Zirkraki deklaroj vetë konjusa që mungon, nëse mundën i tha me borë me një farmyre rahmet, jo të opozitës, bon... Do më thonë rahmetja dikur japët, që atëherë kur asë zoti, dhe më thonë veç edhe thonë... Jo, këna arë në situatë me thonë, a dhe më lutë zoti në ndihmuft.
që mund bëni qare mirë, që jo Zoti ndorë Zotit. Më thonë, e kanë këthy në diskurs gati religios këtë. Shumë e vërtet, dhe edhe në këtë rast kishte me qenë pyetje jotja shumë adekuate, tash, e qka po thëmë me bona? Qysh mja bo? Kur është vendos afrem ditën 1 maj, kur gjithë realisht plazhet, gjitha ato hapësirat në Shqipëri dhe rreth për 1 maj janë të mbushur me deputet, me familjar në ditën kur edhe është pushim që e lidhe 1, 2, 3 ditë. Pushim, e sa ironike, ditën fiks me 1 maj do të kenë seancë. Është procedurë kushtetuese, nuk është me rregullore të kuvendit, parashihet që në çdo 48 orë të vijojë njëjta seancë nëse nuk mbyllet me sukses. Po mendoj është. Po tash do të shohim edhe deputet nga nëse vendosin për të folën gjatë, nuk besoj që kanë gjatë. Veç shkurt, po të ndoj domethënë e para kjo kallëzoj që ka filluar domethënë ti të kurrët të fuqia parlamentare partisë fituese të zgjedhjeve. Okej, nëse një vot mungoj në Zirkrakit, mungojnë edhe dy tjera, sepse kemi prej 57-ve në 54, duhet ta shohim se kush ka votu, kush s'ka votu, me siguri mund të jenë nga partitë minoritare. Nuk e dim, po spekuloj, do të për shkak të mund të mungojnë deputet. Mund të mungojnë, po do të kemi domethënë kurrje në anën tjetër, me që Tina pak më herët më tha që me përdor pak në fjalor pak më poetike, më letrar, për me përshkruaj këtë situatë. Unë po e huazoj një titull të një vepre të Ismail Kadares, Prilli i thyrë, dhe më po thamë që vazhdojmë me prillin e thyrë politik të Kosovës, nga kjo që ndodhe, edhe i cili nuk po arrin të riparohet. Në mënyrë allegorike, po. Në mënyrë është efekti pozitiv i kësaj është, po, me 1 maj është saktu dhe do t'ju prishet pushimi deputetëve. Diçka vetëm në kretë këtë zallamahie, në kretë këtë hallakam, të paktën ata do të jenë të detyruar që për 1 maj mos e shijojnë nëpër plazhet e Shqipërisë. Afrim është një fjalë e disa. Edi Rama po përdor shpesh fjalën qyryk. Të gjymtuar, domethënë njëri me gjys apo jo. Beso rit, kjo do të jetë, kjo do të jetë një njeri pa një pjesë. Kjo do të jetë vazhdoj të jetuam brenda prillit të thyrë politik të Kosovës, edhe tash është bërë edhe vështirë me interpretuar, sepse po mungojnë sinjalet, po mungojnë hapat se si dilet, palët jenë pozicionune. E vërteta është afrim që më shumë në media opinionistët, njerëz racional, që kanë një shkallë të lartë të reagimit shoqëror për gjitha temat publike, brengat publike, më shumë llogaridhënia ndaj politikanëve po vija prej tyre, sesa prej vetë atyre që kanë marrë mandatin për të bërë zgjidhje. Ne këtu, domethënë, e drejta jonë përfundon aty. E drejta jonë është veç e fjalës. E drejta jonë diktohet veç me lirinë e mendimit, të nderësimit si vota. Studiot televizive nuk marrin vendime. Po ndërtojnë disponim publik, pa dyshim. Po, na mund t'japim rekomandim se si mund prodhohet aksioni politik. Mund ta bëj, sepse unë prapë tham, kjo situatë ka 2 rrugë zgjidhje. E para është në dimensionin juridik, e cila kërkon ekspertizë, siç u përmend edhe prom, që të artikulohet si duhet sipas normave e parimeve kushtetuese juridike që dominojnë vend, duke marrë parasysh edhe shembuj të demokracive të tjera. Sepse vërtet është e tepërt që të sillemi këtu çdo 2 ditë, duke pritur që t'i thirrin arsyes edhe të propozojnë një kandidat apo një kandidate që merr shumicën e deputetëve të Kosovës. E kemi thënë dhe po e përsëris. Po i takon lëvizjes vetëvendosje me propozu kryetarin e kuvendit. Po nuk mundet me i kërku votat me zor. Ky mentalitet i imponimit, ky mentalitet i presionit dhe i nënshtrimit duhet merr fund mo. Vërtet është e tepërt dhe edhe një herë edhe në emrin tim dhe në emrin të Partisë Demokratike të Kosovës shpreh keqardhjen më të madhe në drejtim qytetarëve të Kosovës për këtë situatë dhe për këtë tallje që po e bën me të gjithë lëvizjave të vendosje si partia që me qëllim po e mund të bllokojmë kuvendin e Kosovës. Faleminderit.
do të kërkoja nga regjia përsëri ta mbaj këtë sinjal të transmetimit live dhe se me qenë se mund të dalin dhe të tjerë deputet nga partitë e ndryshme, do të rri me sinjalin live, ju lutem. Jo, po, mos me heq. Është okej? Tasni 2, tasni 2. Shëndetje gjithëve. Nëse jemi gati. Po. Gati jemi tash. Atëherë faleminderit edhe sot që keni dalë për ta përcjellur vazhdimin e kësaj seance të nderuara media, të nderuar gazetar. Siç edhe pat, pra kemi një përsëritje të seancave të kaluara ku vendi dështon apo nuk arrin të konstituoj vetveten. E kjo vjen si rezultat për shkak që një pjesë e deputetëve pra refuzojnë që të votojnë për kandidatin të cilin apo për kandidatën këtë rast zonin Albulena Haxhiu, të cilën e kemi propozuar ne si fitues të zgjedhjeve e drejtë kjo e cila pra na garantohet dhe është e përcaktuar në kushtetutë. Konsideroj që një situatë e tillë po vjen për shkak të atyre që nuk po votojnë për, në të njëjtën kohë të njëjtit pra ankohen që ka bllokim të situatës, bllokim të kuvendit, siç e kemi thënë edhe më parë, bllokad do të ishte përçëse ne do të vepronim siç kanë vepruar ata të kaluarën, pra të mos propozojmë fare kandidat në seancë dhe pastaj kjo të zvarritet derisa ne të arrinim marrëveshje politike në situata të tjera për formimin e qeverisë siç ka ndodhur me ata. Pra kur kryetari i kuvendit, posti kryetarit të kuvendit ka qenë pjesë e diskutimeve politike në formimin e qeverisë. Ndërka në rastin ton, propozimi i kandidatës për kryetar të kuvendit është bërë në kuadër të konstituimit të kuvendit në mënyrë që t'i hapet rrugë qeverisë. Pra formimi i qeverisë vjen tek më pastaj që mandatari i përcaktuar, pra në këtë rast zotëri Kurti, do t'i ketë 15 ditë për formimin e qeverisë. Siç i dëgjuat edhe të tjerët, pra ka akuza që po kërkohet votohet me zor, përkundrazi ne kemi dëgjuar që deputet individual tashmë kanë shprehur vullnetin që dhe dëshirën e tyre që dalin nga kjo situatë, pra nga opozita po flas, që të votojnë për në mënyrë që të tejkalohet kjo blokad, megjithatë janë qëndrimet politike të subjekteve të tyre, pra që nuk i lejojnë që të ndahen nga grupi parlamentar dhe nga vota uniforme që kanë si grup, derisa i tërë grupit të ndryshe mendim. Pra nëse veç ka kufizim të drejtës për votim, ka në këto parti të cilat pra insistojnë që të votohet kundër apo të mos merret fare pjesë në votim. Ndërkaq situatat e tjera besoj që tashmë edhe janë më se të qarta sepse i kemi përsëritur disa herë. Ajo çfarë po kërkon opozita me këtë insistimin që ne duhet t'i sigurojmë vetë
votat pra si parti fituse e jo kjo të jetë obligim i gjithë deputetëve të kuvendit, kjo na rezulton në situatën ku ata parimisht pra po kërkojnë që ne pastaj të mos u votojmë kandidatët e tyre për nënkretar. Do të thonë rezultati do të jetë ky, që momentin që ne krijojmë votat për të votuar kandidatin për kryetar, rezulton që për nënkretarët e tyre pastaj s'do të kemi votat, sepse edhe ne do të kemi kërkesa dhe paknaqësi në lidhje me emrat e përveçshëm të kandidatëve. Ajo çfarë ne kemi kërkuar dhe çfarë ne kemi ofruar si kompromis është një dakordim politik, një konsensus politik që të tri partitë më të mëdha, pra të cilave u takon të propozojnë kandidatët për nënkryetar, përveç përfaqësuesve të komuniteteve jo shumicë në kuvend, të tri partitë mëdha pra të mblidhen, të dakordohen në paket emri i kryetarit, pra kandidatës Albulina Agjiu për kryetaret të kuvendit, si dhe 3 emrat e nënkryetarëve në mënyrë që të vazhdohet tutje dhe të kemi dakordim për t'i votu. Përndryshe, nëse insistohet në këtë situatë nga opozita, është paradoks dhe është situatë nga e cila nuk mund të dalë kuvendi. Pra është blokad e cila mund të shkojë në pafundësi dhe rezultati tjetër, pra skenari i fundit, është zgjedhjet e reja, një proces rilegjitimimi për cilin, siç e kemi thënë më herët, ne nuk jemi të interesuar. Por nëse duhet patjetër të shkojmë aty dhe nëse ai mbetet opsioni i fundit, ne jemi të gatshëm, por nuk jemi të interesuar të shkojmë aty. Ne insistojmë, vazhdojmë të insistojmë që ti ipet një zgjidhje kësaj blokade që po shkaktohet nga partitë opozitare, të votohet kryetari i kuvendit, kryetaria e kuvendit në këtë rast, dhe pastaj të vazhdojmë tutje me nënkryetarët në mënyrë që të konstituohet kuvendi. Faleminderit. Mirupafshim. Patëm dhe paraqitjen e deputetit Hekuran Murati, duket që dhe gazetarët nuk kanë më asë çfarë t'i pyesin me lënie regjia, ndërsa po komentoj me pamjen e foltorës aty, nëse mund të ketë ndonjë deputet tjetër interesim për dalë, por duket që ky interesim është reduktuar deri në atë masa që i kanë shpenzuar të gjitha vlerësimet, komentet, podkuptimet, pyetjet e tjera, dhe gjithë kjo është një reprizë zallamahie. Po, e përmend Nietzsche shpesh këtë një reprizë zallamahie ka solli, që shiko, Hekuran Murati thotë po bëjmë kompromis për paket. Por vota për kryetarin e kuvendit nuk ka lidhshmëri me nënkryetarët. As me rregullore, as me një gjë. Vota për kryetarin e kuvendit është e ndarë si proces, sikur që është i ndarë si proces vota për nënkryetarët, por apo kërkon vetë kompromis të dy fesh tani. Po thot ose votoni propozimin tonë, ose po bllokohet kuvendi edhe me skenarin që nuk i dojmë zgjedhje, po mund të shkojmë zgjedhje. Po na detyrojmë. Dhe është kriju i PDK-s Premdi Krasniqi që e bën interpretimin e shkurt qartë në pikpamjet të tij, vota po na kërkohet me zër. Këtë punë nuk jem të gatshëm me u adhon. Absolutisht. Situata ka tek dalë vetë me një interpretim, me një lëvizje pas të deputetëve, të ati grupi prej vetë deputetësh në gjykatë kushtetuese, nëse bëjmë pyetjen mirë, nëse e shtrojnë materien mirë, e tjera. Po tashun është pikë si duket i kanë mësu këta lider tonë politik, vish mi u kallëzu, mi ka për krahi, mi thonë që shto duhet më bo. Na jemi shqetësuar për këtë situatë dhe normalisht që bisedojmë me grupin, edhe e kemi një propozim si grup parlamentar, mendojmë edhe kërkojmë nga kryetari i Prishtinës për parim Roma, që me zgjedh një shesh ndër sheshet kryesore të Prishtinës edhe mjavu emrin e presidentit Trump, në mënyrë që të angazhohen edhe të mos na harrojnë sepse na kanë harruar për merret kush me neve. E si duket na nuk jemi zot për me zgjedh asnjë situatë politike në Kosovë. Faleminderit shumë.
Nga lidhja demokratike e Kosovës ende nuk është paraqitur askush. Ishte nënkryetari i saj, deputeti Lutfi Aziri, që bisedoi duke thënë se kjo është e neverit se çfarë po ndodh para se të mbajë seanca kuvendit, por edhe LDK këshilloi në një mënyrë ose tjetër partitë e tjera në propozimin për ta zhbllokuar situatën. Ne nuk po e dojmë asnjë kandidat, po votoni ju, ka solli. Edhe LDK lujti me karta dy fishta në një mënyrë. Po ti valloi loj intrigash për pushtet. Tash ndëgjoj, unë edhe herën e kaluar, do thotë ne kum analizuar e kum interpretuar këtë kontradikt dhe këtë gjuhë të dy fishtë të zonjës Hykmet e Bajrami si përfaqësuese e lidhjes demokratike të Kosovës, e cila nuk jep shenja për qartësim të situatës. Pra sepse çka unë thash edhe atë ditë, çka nëse gjitha subjektet tjera politike e marrin si të mirëqen këshillën e lidhjes demokratike të Kosovës dhe veprojnë në përputhje me rekomandimin e saj. Me që ju e konsideroni që s'bën të votohet kandidati i propozuar nga partia fituese, edhe ne po të ndëgjojmë ty dhe ako shtekdalje për kësaj situate. Po. Ajo që më la për shtypje, do thotë e para po i rikthemi deklaratës së Memlit, ishte gjysmake deklarata. Sepse Memli tha i takon partisë fituese me propozu, mirë po tashmë kjo është evidente, gjithë po e dinë. Por Memli, ndëgjoj tash. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës duhet me pas dash vizion, dash interpretim, ose të paktën me incu procedura që na çon deri te ky interpretim. Ai takon partisë fituese me blloku procesin me anë propozimit. Kjo është ajo që ai nuk ka përgjigje. Dhe kjo është arsye pse la jemi në këtë rreth vicioz. Sepse partia që e përfaqëson Memli Krasniqi së bashku me subjekte tjera politike nuk po mund ta gjejnë shtegun për ta trasuar rrugën që propozimi a mund të shndruhet në bllokim. Kjo pajtohemi që në mënyrë arbitrare, voluntariste, vota nuk ka. Pajtohemi që partisë fituese i takon e drejta për propozim, por na tash kjo e drejtë për propozim është shndruar në bllokim. Kush duhet ta bëjë interpretimin? Na s'moj me bën, janë instanca. Dhe tash partia e dytë, që është partia e dytë, çka ka bën në këtë drejtim për me adresu këtë shqetësim? Apo me mos veprimin e saj po i kontribon këtij bllokimi? Po i ndihmon këtij bllokimi sepse ai nuk po bën asgjë politikisht për të kërkuar interpretim profesional dhe ligjor edhe kushtetues për me zgjidh këtë dilemë, a është propozimi në bllokim. Ndërkohë kjo të Hekuran Muratit, dush më kon pal, nuk përdori kësi shprehje, po dush më kon i paftyr, edhe me tentu me shpërla memorien qytetarëve të Kosovës me bën çasi interpretimi. Thanë të kaluamën, partitë fituese thanë nuk kanë propozuar emra. Është absolutisht e pavërtetë. Në vitin 2014 Partia Demokratike ka propozuar Gemalion. Ka qenë propozim taktik ajo, sikur sot lëvizja vetëvendosje që po e bën. Se unë jam i bindur që Partia Demokratike ka pas indikacione që nuk do t'i votohet krye parlamentare dhe e ka shfrytzuar emrin e Agim Aliut për marrë deri te një zgjedhje politike, mirë po ka pas propozim. Do nuk është çështë ta ky, partitë tjera e kanë marrë bllokuar me mos propozim deri kur të arrihet marrëveshja politike. Në vitin 2017 kemi pas emrin e Kadri Veselit të propozuar për krye parlamentar derisa i ka marrë votat e lëvizja që e bëri Pacolli, ose nëse nuk është e vërtetë që subjektet që kanë dalë para e kanë marrë të bllokuar vendin me konstituimin me mos propozim. Kjo është një rënë e kulluar, një përpjekje për me manipulu opinionin publik, ja u shpëla qytetarëve memorien. Dhe tash kërkoj kompromis të dy fishtë. Kjo është ideja njerë që ta qartësojmë që të mos e lejojmë një interpretim pa një interpretim i cili nuk ka fakte në realitet. Do thotë mirë po këta janë mësu, kështu nuk marrin përgjegjësi për fjalën me lehtësi të padurueshme, do thotë interpretojnë situata të paqena. Dhe për t'ju rikthyer edhe një herë në fund një propozimi edhe një herë interpretimi të zotit Basha, nuk ka dikush më shumë që i ka ofenduar sot gratë televizjes vetëvendosje se sa Dimal Basha. Sepse ai duke tentuar me lartësu Albolena Haxhiun, se është një grua me zon, rebele, që s'pju konvenon maskulinitetin. Do thotë ai tregoi, diçka tregoi ai.
Nëse e marrëm, tjetër është që nuk imponohet, po nuk mund të krahasohet me aktivitetin për emancipim, me përshlirim, me përkombëtarizëm, aktiviteti i zonjës Haxhiu me atë të Shqipe Selimit. Dhe çka tregoj ai? Do të thotë veç një instrument ditor i tyre politik, një instrument i tyre, do të thotë i tyre të gëlltitë, do të thotë këtë angazhimi kombëtar dhe çka tregoj ai? Tha, këta nuk po e dojmë pse kjo është grua me zo. Arsyeja pse na tash nuk propozojmë gra të tjera, tash ata çojmë konsekuencë logjike. Ta çojmë deri në fund këtë konsekuencë. Arsyeja pse ne jemi ka vishte Albolena Haxhiut është nëpërmjet saj mbrojmë politikat emancipuese gjinore. Ndërkohë, gra tjera që i kemi nuk janë dena për me kry këtë punë. E ku mund krahasohet aktiviteti politike kombëtare qysh dush i Saranda e i Shqipe Selimit me të Albolena Haxhiut. Kështu që mendoj unë se çdo grua parlamentare, çdo grua në subjektin politik televizjes vendosje sot duhet të ndihet e ofenduar nga kjo deklaratë dhe nga ky diskriminim që ju ka bë zoti. Mase nuk e vren detyra jonë është të analizojmë ti zbërthejmë, ti zbërthejmë. Fakt ai goditi gratë vetvendosje. Gratë vetvendosje, sepse nuk janë ndjena për atë. Ai goditi gratë vetvendosje duke ndërtu supremacinë, duke lartësu, glorifiku vetëm në figurë, duke lënë margjina shumë gra kontributore në vetvendosje. Veç logjikisht. Aleanca po thotë jemi të gatshëm ta votojmë Shqipe Selimin. Del ose Saranda, hajde që Shqipe. Del zoti Basha dhe thotë këta nuk e dojnë Albolenën se është grua rebele emancipuese. Që i bën kjo. Ne tash nuk i plotësojmë kërkesën e tyre për Shqipe Selimin, sepse kjo atëherë nuk po i plotësoj këto kritere çfarë lëvizja vendosje i konsideron që duhet të ketë një femër në politikë. Kështu që kjo është ofendim direkt ndaj çdo grue tjetër të angazhuar në subjektin politik të parlamentar televizjes vendosje. Në fund, Tina, me një maj do të në ditën e punëtorëve në Kosovë që shndrohet zakonshëm në festë kolektive thujse. Na çfarë ditë s'kemi me përshkruar se heçri. Na po flas kështu zakonshëm që një maj në vend që të shndrohet në një lloj zëri protestues për shumë brenga që lidhen me portfolion sociale, ekonomike, me mënyrën se si njerëz të bëjnë jetën sot, me problemet që kanë, ajo duket që domethënë ka kalu në një lloj dehje gjithë shoqënia. Ato detyrite gjithë do të pushohen përveç kuvendit deputetëve gjithçka tjetër në ora 10. Edhe një vetëve që na duhet me interpretuar në gjallë. Po, vëllafrem. Alberta Nishtani e citoi Hikmet e Bajramit që se kom një herë që të citu me thonë drejt thonje, nuk ishtë zot, po jo. Kryetari Lumir Abdigjiku ndodhe në Spanjë në një forum të partive popullore evropiane. Çmenduri është me pëthom në gjuhën, në zhargon popullora, çmenduri është me ba njëjtën gjo vazhdimisht dhe me prit rezultate të ndryshme. A kina i thonje për na i filozofët? Ja, po sot një thonje të plezhve të na. Filozofëve, domethënë. Tash një thonje kështu. Situata ka mjetë në dorë Zotit, o Zot, ndihmoj kësaj Kosove. Pa do ashtë me hynë kësi. A ka ma i bërtje? Se në metë dhe deklarata e... Bek Berisha për... Ajo është një Bek Berisha, kërkoj emrin e Trumpit. Bek Berisha është i njohur për sensacione, deklaratat e këtilla sensacionale, ai nuk i bën pa qëllim këtu, por ka sens logjik. Ajo që e tha duke marrë parasysh zhvillimet gjeopolitike ndërkombëtare që po ndodhin dhe ky vetë marginalizim që po ndodh në Kosovë. Mos harroni vetëm një fakt, e kam përmend edhe në emisionin e kaluar. Brenda një kohe shumë të shkurtër, djali i presidentit Trump takohet në Beograd me Vučićin. Ka pas një deklaratë fillim, para sa kam pas mundësi. Po ç'ndodhi me Berishën? Ka pas një deklaratë fillim kur do të thaj pat një interpretim kogja të ngjashëm, tash po duhet të kogja të ngjashëm. Goditje për Berishën shumë e demantuan të plotë. Dhe tash është e vërtetë që motivet e vizitave të shpeshta të tij janë me për arsye ekonomike. Por siç e kam thënë edhe në emisionin e kaluar, ne nuk duhet befasohemi nga kjo situatë. Nuk është që nuk po e dim çka po ndodh, nuk është që të paktën s'kemi pas mundësi me marr informata për atë makrostrategjinë madhe të kësaj administrate, që është transaksionale dhe që është bilaterale. Dy janë, do tash me këtë administratë
nuk është më interes raporti transatlantik, po është Amerika është e para. Dhe ti, do thotë, si shtet, çka ofrohesh në këtë Amerika? Po, çka ofrohesh, është transaksionale çka ti ofron. Do të what do you bring on the table që e kanë amerikanë, nëse nuk është këto slogane popullore. Po, çka edhe tash ti domethënë jemi para çësoj pyetje, na kemi mes pa adresë legjitime politike, me një kuvend çfarë është, ndërkohë përkundër sfidave të brendshme që i ka Serbia me protestat masive, do të ne po e shohim në aspektin e madh politik, Vučići po e vazhdon lojën e tij, në një anë pret Trumpin junior në Beograd, me 9 maj merr pjesë në paradën në Rusi. Në paradën. Dhe kjo nuk është rastësishme. A di pse merr pjesë me 9 maj? Sepse ai tashmë duke po qasjen e re të administratës amerikane ndaj Bashkimit Evropian, mos prit mote që Vučići ka në shtru thirrjeve të BE-s, e në të njëjtën kohë na jemi zyrtarisht në një proces negociator endet menaxhuar prej BE apo me një peshë reduktuar geopolitike. Me një maj çamo po. Veç ta përfundoj. Kështu që unë deklarimin e Beg Berishës, pavarësisht mënyrës ai që se e ka stilin Beg Berisha. Mesazhin e ka larg apo jo? Mesazhin, stilin e ka tillë, mirë po ngjatur, na nuk duhet jemi imune të pashqetësuar se ku po na çon kjo situatë. Theçafi është edhe këtu po e përfundoj që me një shkrimtar, po e përfundoj me një shkrimtar me një rrëfim nga vendi fshin që s'po duam të përmendim nga Serbia, e ka një vepër satirike politike i verbri, ai prin një turme dhe e ka i prin një turme, ndërkohë një nga një ata fillojnë edhe bin humner, kur mbesin 2-3 fundit i thonë more apo shet që na e murën qaf ku po na çon. Tha po unë them i verbër, po ku i patët jo sy që s'm po ata po kupton. Kështu që kjo është besoj. Ai thonë akiti. Unë them kjo është shumë shtetare, ridi thonë. Lutje kështu. Secili nga këta në kuvend në siguri thonë çfarë më thonë se për neve lajmi këtë lajmi mirë nga Zari. Po, fatkeqësisht apo jo. Po tash. Sepse kështu ndodh zakonisht ridi. Unë do të jemi këtu me një maj. Po, do të jemi. Unë nuk po dia me marr, ai kom tavolinën e marrëm një çeverit edhe improvizojmë një piknik, a çfarë më thon. Ose organizojmë edhe një seancë, improvizojmë kështu e simulojmë, afrim. Çish kishim më me zgjidhje situatën. Me kaluar në paroditë zez. Ju falenderoj për kohën që ishte në këtë transmetim drejt për drejt, kishim në lidhje drejt për drejta deputetët Dimal Basha, Faton Peci, Rashid Shalaj, Armen Zemaj, Lutfia Zirin, Daut Haradinaj, Ramush Haradinaj, Memli Krasniqin, Hekuran Muratin dhe Bek Berishën, ishin këta që biseduan sot para media. Ky numër po reduktohet nga seanca në seancë. Ishin sot 54 vota për zonin Albulina Haxhiu, 3 vota me pak. 24 kundër ishin. 24 kundër, ishin me herë 46 kundër, 3 abstenime me 6 votat e nismës dhe situata kjo që është e bllokuar totalisht. Jetoni me këtë situatë me shnetë e bashkë. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.